Kampusi Universitetit të Tiranës do të kalojë në Durrës sipas Ramos. Kjo po ndodh në një kohë kur Kolegji i Mogherinit ka marrë tokën e Universitetit Publik të Tiranës dhe kur kampusi i premtuar prej vitesh këtu në Tiranë nuk po ngrihet. Cili është qëndrimi juaj? Qëndrimi ynë është ky. Ne i bëjmë thirrje Komisionit Evropian, i bëjmë thirrje Prokurorisë Publike Europiane, Olafit dhe Eurojustit, të hetojnë aferën Mogherini në Shqipëri, e cila sipas danave tona paraprake është të paktën 7-8 herë më e madhe se sa ajo e Bryzhit. Federica Mogherini, lobistja e Edi Ramës, ka një marrëveshje sekrete me Edi Ramën për kampusin e Kolegjit Europian, të cilën Edi Rama e mban sekret dhe nuk ja dha ndonjëherë parlamentit, me të cilin këta grabistin tokën e kampusit për studentë të Universitetit të Tiranës. Tokë e kadastruar dhe e përcaktuar përfundimisht për kampusin e studentëve, për të cilin është bërë dhe projekti, për të cilin ishin përcaktuar dhe fondet, dhe në një marrëveshje korruptive të plot, këtë tokë Edi Rama e grabit së bashku me Mogherinin, dhe nuk dihet se çfarë fature kanë takspaguesit shqiptar dhe çfarë fature kanë takspaguesit europian. Prandaj dhe e garantoj Edi Ramën se pa një hetim të plot nga institucionet kompetente të akuzës Bashkimit Evropian, asnjë lloj veprimi nuk do pranohet në këtë vend dhe se historia e turpshme e korrupsionit Rama-Mogherini duhet të sqarohet në gjykatë.